E diela e dytë e qershorit solli me vete edhe temperaturat të larta. Minimalja është shënuar 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale 38 gradë. Orët e plota me diell bën që një numër i konsiderueshëm i qytetarëve vlonjat dhe jo vetëm të ardhur madje edhe nga rrethet të ndryshme të vendit, si dhe të huaj, të gjejnë si shpëtim plazhin. Via Bregdetare ishte populluar qysh në orët e para të ditës, për të arritur kulmin e tyre në mesditë, bashkë edhe me arritjen maksimale të temperaturave. Plazhet publike dhe private kishin një fluks të konsiderueshëm. Edhe trafiku i krijuar nga automjetet ishte i rënduar, ku destinacioni sigurisht ishte Bregdeti. Megjithatë, lajme pozitive projektohen për të ardhmen e turizmit në Shqipëri, një vend evropian që së shpejti mund të mbingarkohet nga shumë turistë që mbërrin në brigjet e tij. Shqipëria ka parë industrinë e saj të turizmit të rritet ndjeshëm vitet e fundit, me hapjen e hoteleve dhe plazheve me rër, që po bëhen të preferuara midis ndikuesve në rrjetet sociale. Kështu shkruan e përditshmja britanike Express në një shkrim i cili ngre dhe alarmin se vendi mund të pushtohet nga rreth 30 milion turistë huaj vjetor brenda 2030-s. Duke dhënë një pasqyrë të qartë për investimet e mëdha të bëra dhe rritjes së pamenduar të turizmit shqiptar ndër vite, gazetar britanike hedh dritë mbi atë çfarë mund të ndodhë, përfshi edhe fal investimeve nga Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, i cili do të shohë t'i japë jetë dy projekteve madhore, atij në ishullin e Sazanit dhe atij në Zvënec. Në vitin 2015, mbi 3 milion turistë mbërritën në Shqipëri për të eksploruar, një shifër kjo që u rrit në 4 milion në vitin 2017 dhe 6 milion në vitin 2019. Megjithatë, duke nisur nga pandemia, numrat u rritën ndjeshëm me rreth 10 milion njerëz që mbërritën në vitin 2023, një rritje prej 56% në krahasim me shifrat para pandemisë. Këto shifra e bën Shqipërinë destinacionin e pushimeve me rritjen më të shpejtë në Europë, me qeverinë e vendit që pret të ketë deri në 30 milion vizitorë të huaj deri në vitin 2030. Shqipëria ka qenë prej kohësh një perlë e fshehur për turistët në Europë. Plazhet me rër dhe edhe në pushimet bregdetare të Shqipërisë, si dhe temperaturat e larta të verës, që përbëjnë një propozim tërheqës për turistët.